Në ambientet e qendrës multifunksionale Bibliotek u zhvillua për të tretin vit radhazi aktiviteti Letërsia tek fëmijë, një nismë e zyrës së njësisë për mbrojtjen e fëmijëve, Drejtoria e Shërbimeve Sociale, që synon promovimin e talenteve të reja në letërsi dhe dëgjimin e zërit të adoleshentëve mbi fenomenin e dhunës. Përmes shkrimeve të tyre, fëmijët dhe të rinjt sollën mesazhe të sinqerta, reflektime të thella dhe ide për një shoqëri më të sigurt dhe gjithëpërfshirëse. Është një aktivitet për promovuar talentet e reja, por jo vetëm. Punimet ishin fantastike, kemi ndjerë emocionet shumë të forta pasi fëmijët e luftojnë dhunën. Ky aktivitet organizohet dhe në kuadër të 16 ditë aktivizëm, si një ndër aktivitetet ku ne punojmë shumë fort për të dhënë një mbështetje të miturve si interesi më të lartë që janë vetë ata. Në kuadër të festave të fundvitit, ata u gëzuan me pako dhurata të Krishtlindjes, falë mbështetjes së fondacionit Diakonia Albania. Letërsia tek fëmijët mbetet një aktivitet me vlera të veçanta edukative dhe sociale, ku promovimi i fëmijëve është thelbësor për një shoqëri të shëndetshme.